Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush je ti për atë person? Do ta zbulojmë tani. Pra kush je ti për atë person? Personin e zemrës. Do ta zbulojmë tani me letrat tarot. Ti për këtë person je një njeri shumë i rëndësishëm. Ka kaluar shumë probleme në jetën e tij, por ty të ka dashurinë e tij të shpirtit. Është një person që nuk e shpreh shumë këtë pjesën e dashurisë, por të do në një mënyrë të çmendur. Lufton fort që dashurinë me ty ta ketë në përjetësi. Hypën këtij kali dhe vjen drejt teje në mënyrë të befasishme, me shpresën se dhe ti do ta presësh. Letra e diellit tregon që ju do të transformoni jetën tuaj në çdo aspekt. Do të bëhet dhe një ndryshim statusi në jetën tuaj. Pra ju mund të keni një ndryshim në pjesë, në martesë, në një lidhje të fortë dashurie. Ky perandor tregon që është një njeri shumë pozitiv, që do t'ju ndihmojë. Do gjithmonë të vitë drejt jush, sepse jeni larg me njëri tjetrin. Por nuk mundet dot nga puna, nga biznesi që ka, dhe është i dyzuar që të vitë drejt jush. Është një person shumë familjar, që e do shumë familjen. Do të krijojë një familje të fortë, të konsoliduar, dhe ty të shikon si kjo perëndeshe paqes. Si një femër që i sjell paqe, i sjell qetësi, i sjell harmoni në jetën e tij. Ka qenë shumë i zhgënjur në jetë, ka pasur zhgënjime dhe ty dhe pse është në largësi të ka një ëndër që të ketë afër. Ka gjithë botën, po mban një vuajtje shpirtërore. Ti për të je princesha e monedës. Pra, një femër që shumë shpejt do të jesh në jetën e tij dhe do të keni dhe një ndryshim rrënjësor në jetën tuaj. Mund të krijoni një familje të mrekullueshme me një bebush të bukur në prerë. Kjo ishte energjia e përgjithshme e tarotëve tek pjesa e dashurisë. Do të shikojmë me kë gërm të alfabetit rezonon. Emri juaj. Me sh, gërmën sh, gërmën d, g, i, zh, j, o, u, z, f dhe q. Kurse shenja e horoskopit mund të rezonojë me peshoren, me dashin, britjafin, demin, luanin, peshqit dhe gaforen. Faleminderit shumë miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.